Në një kohë kur tensionet gjeopolitike në lindje po krijojnë pasiguri në tregjet ndërkombëtare, sektori i turizmit po përballet çdo ditë me sfida dhe me pikpyetje të mëdha për sezonin e ardhshëm. Pyetja që shtrohet konkretisht është që sa po reflektohet lufta në lindje në prenotimet për sezonin turistik në Shqipëri? A ka shenja anulimesh apo thjesht ngadalësim për rezervimet? Unë do të thotë që ka më shumë se sa shenja, sepse u bë 2 javë tashmë që po përballemi me një tendencë për momentin timide e vogël, por ka një tendencë anulimesh të rezervimeve në Shqipëri. E çuditshme është që anulimet po vinë kryesisht nga vendet të Bashkimit Evropian, sepse e kuptojmë vendet që janë të përfshira në këtë konflikt armatosur si Izraeli apo vendet e lindjes mesme që kanë të vështirë për të udhëtuar, por po përballemi me anulime nga vendet edhe nga vendet e Europës lindore, por edhe nga vendet e Europës qendrore dhe perëndimore. Nga ajo që vihet re është më shumë tendenca e anulimeve për shkak të pasigurisë që ta turistë, ta udhëtar kanë jo për vendin për Shqipërinë, por për situatën në tërësinë e saj. A mendoni se Shqipëria po perceptohet si destinacioni më i sigurt për shkak të konfliktit apo e kundërta, apo ndikohemi negativisht nga pasiguria rajonale? Shqipëria, me sa kemi parë të paktën nga partnerët me të cilët kemi bashkëpunim, na është transmetuar që për momentin Shqipëria nuk është kategorizuar si një vend me nivel rrezikshmërie të lartë për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Nuk mund të themi që kategorizohet as si një nga vendet më të sigurta, sepse është paradoks të flasësh për siguri në një kohë lufte, por të paktën jemi në një situatë deri diku neutrale, ku më shumë pasiguri në vetvete sjell ndjesia që turistët kanë për momentin, për luftën dhe jo për vendin. Pra, nuk është se po anulojnë udhëtimet në Shqipëri për shkak të Shqipërisë, po udhëtohen, po anulohen udhëtime për shkak të situatës në tërësinë e vet. Për shembull, ne kemi parë paktën nga diskutimet që kemi me partnerët e huaj që turistët e vendeve respektive kanë anuluar udhëtimet drejt Turqisë, sepse kategorizohet si një vend i rrezikshëm për momentin për shkak të faktit që është sulmuar 2 apo 3 herë me raketa nga Irani. Gjë që Shqipëria nuk e ka këtë ndjesi për momentin, nuk e ka transmetuar, jemi një vend të paktën larg konfliktit, larg të qenit target për çdo lloj aspekti që lidhet me konfliktin, por ajo çka e bën pak të vështirë situatën është gjendja e luftës dhe e theksoj edhe një herë dhe jo vendi, dhe jo Shqipëria. Pra Shqipëria në vetvete është një vend i sigurt, ne jetojmë këtu e dim gjithë situatën për sa i përket luftës, por gjendja kryesisht edhe gjendja mediatike që është krijuar në vendet nga të cilët ne marrim turistë, ndoshta e bëjnë pak të vështirë situatën. Anulimet kanë qenë sporadike edhe për këtë rast, sepse njerëzit mendojnë që situata është e vështirë, por Shqipëria nuk është e përfshirë në të dhe është një vend i sigurt. Por është kjo qetësia si ajo qetësia përpara fortunës që më trem, ku njerëzit janë ende të dyzuar dhe ajo çka është në avantazh të tyre është fakti që në çdo moment mund të invokojnë, mund të përfshinë çështjen e luftës për të anuluar udhëtimet edhe në moment të fundit. Prandaj duhet ta shohim pak se si do të vijojë, shpresoj që të stopohen këto anulimeve, shpresoj që të transmetohet edhe nga një zë i fuqishëm që kryesisht e presim të nga institucionet shtetërore shqiptare me ndonjë spunto mediatike ndërkombëtare, ku pikërisht të shpreh faktin edhe një herë që Shqipëria nuk është dhe nuk ka për qenë ndonjëherë target apo pjesëmarrës në këto konflikte të armatosura.
A pritet një rritje e çmimeve në hotele dhe shërbime turistike këtë sezon dhe sa lidhet kjo drejt për drejt me zhvillimet gjeopolitike? Me thënë të drejtën, rritje ka pasur çdo vit, normalisht ka pasur dhe edhe në këtë vit, është një rritje e pritshme ajo prej nga 5 deri në 10 dhe sporadikisht edhe 15% rritje e cila vjen për shkak të ndryshimit kursit këmbimit, inflacioni, indeksimet dhe shumë faktorë të tjerë që një rritje prej mesatarisht 10% është më se kuptueshme në një vend në zhvillim dhe me këtë fluks turizmi. Ajo çka më tremb është fakti që ndryshimi i çmimit në bursat ndërkombëtare për sa i përket karburanteve do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në çmimet, ndoshta jo tashi të menjëhershme, por të paktën në kulmin e sezonit, nëse ky ritëm i rritjes së çmimit të karburantit do të vazhdojë, do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në gjithë industrinë turistike. Ndoshta jo e theksoj jo në mënyrë të menjëhershme, pra jo pas një muaji, pas 2 javësh apo pas 2 muajsh, por kulmi i sezonit është ai që do ta ndjejë të gjithë këtë fluks, sepse atëherë pritet që të reflektohen në treg totalisht ndryshimi i çmimit të karburantit në bursë, sepse turizmi pa transport nuk është turizëm dhe transporti është i bazuar mbi 60% të kostos së saj së tij e ka pikërisht në karburante. Rritja e karburanteve, çmimit të karburantit do të rrisi çmimin e biletave të avionit, do të rrisi çmimin e transportit on the ground pra autobusat, taksit, transporti rrugor në tërësinë e vet dhe automatikisht edhe transportin e mallrave, i cili të paktën në Shqipëri bëhet totalisht me anë të rrugëve automobilistike dhe do të reflektohet në mënyrë të pashmangshme në çmim edhe të produkteve të konsumit, që do të thotë do të rriten ndoshta shpenzimet për hotelerinë dhe për turizmin, shpenzime këto të rritura të cilat në një mënyrë apo në një tjetër automatikisht do t'i faturohen turistëve, vendas apo të huaj qofshin ata. Nëse çmimet rriten, a do të rrezikojmë të humbasim turistët vendas që tashmë përballen me kosto më të larta jetese? Fatkeqësisht mund të them se turistët vendas Bregdeti shqiptar mund të them që i ka humbur prej kohësh, sepse kemi një rritje eksponenciale për sa i përket çmimit të hoteleve, njësive akomoduese po dhe restoranteve në Bregdetin shqiptar. Shpeshherë turistët shqiptar kanë preferuar edhe më përpara kanë preferuar të pushojnë në Turqi dhe në Greqi, ku e justifikonin ata me raportin që bënin, pra turistët shqiptarë justifikonin me raportin që bënin për buxhetet e tyre në raport me shërbimet apo dhe cilësinë e shërbimeve që merrin jashtë vendit, plus justifikoheshin gjithmonë me faktin që pushonin jashtë shtetit sepse vizitonin edhe një vend të ri, vizitonin një vend të huaj dhe situata të kësaj natyre, ndërkohë që me rritjen e çmimeve në Bregdetin shqiptar, kryesisht ato të jugut të Shqipërisë, kemi parë shpeshherë ankesa nga më shumë mund të them nga politika dhe nga disa media, të cilat i kanë raportuar këto rritje të çmimeve si të palogjikshme, gjë që mund edhe të qëndrojë, por nuk duhet harrojmë asnjëherë faktin që Bregdeti shqiptar nuk është më vetëm i shqiptarëve. Dhe pra aq kohë sa kërkesa është e madhe, bazat e ekonomisë thonë që automatikisht çmimet do rriten. Kështu që nuk mund të them që do të ketë një ndikim më të madh në buxhetin e turistëve shqiptar, sepse turistët shqiptarë, theksoj edhe një herë, kryesisht e kanë pasur targetin ata që mund të pushonin me pushimet normale, pra një javë edhe apo më gjatë se sa një javë, kanë pasur jashtë vendit tonë pjesa më e madhe. Ajo çka do t'i rëndoj pushuesve shqiptar do të jetë automatikisht sepse rritja e çmimeve edhe në vendet ku do të shkojnë, sepse çmimet nuk po rrisin vetëm ndikimi i luftës edhe i rritjes së çmimeve të karburantit nuk është vetëm në Shqipëri, është në të gjithë Europën dhe në të gjithë botën patjetër.
ajo çka më tremb më pas është aftësia e ekonomisë shqiptare dhe tregut shqiptar për të përballuar një rritje eksponenciale të çmimeve dhe për ta ndarë këtë rritjen e çmimeve, këtë diferencë mes shitësit dhe blerësit, pra mes ofruesit të shërbimit dhe turistit. Sepse nëse do t'i faturohet e gjithë kjo rritje ekskluzivisht turistit apo ekskluzivisht shitësit, ofruesit të shërbimeve, njëri nga të dy do të tërhiqet. Ne kemi një ekonomi të brisht për sa i përket industrisë turistike, ne kemi investime pjesa më e madhe të brishta në sektorin e hotelëri turizmit, ndaj duhet të ketë pak më shumë kujdes dhe ndoshta këtu duhet vëmendja më e fortë e institucioneve shtetërore shqiptare për të treguar edhe një herë që industria turistike nuk është vetëm në letra apo në fjalime e rëndësishme për Shqipërinë, ekonominë shqiptare dhe qeverinë shqiptare, por është edhe në mbështetjen që këto institucione duhet t'i japin kësaj industrie në këtë moment të vështirë. Sa të përgatitur janë operatorët turistik shqiptar për një sezon të pasigurt me luhatje të kërkesës? Operatorët turistik shqiptar, të paktën ata që ofrojnë paketa turistike, janë të përgatitur sepse janë pjesa që nuk ka kontrollin e shpenzimeve në mënyrë të drejtë për drejtë. Ajo çka shohim më problematike janë operatorët që operojnë kryesisht në transport dhe në akomodim. Pra, kompanitë e autobusave dhe kompanitë e hoteleve, hotelet në vetvete. Sepse janë ata që mbajnë barrën më të madhe të paketës turistike dhe janë ata që kanë planifikuar dhe përgatitur një strategji apo një biznes plan për zhvillimin e tyre të mëtejshëm duke u bazuar në rezervimet aktuale, ato që ishin, dhe me anulimet apo me një rritje të shpenzimeve në mënyrë të papritur dhe të palogaritur, do t'i silte ata në një vështirësi vërtet madhe, sepse një pjesë e mirë e tyre kanë marrë apo janë duke marrë kredi për zgjerimin apo zhvillimin e mëtejshëm të aktiviteteve të tyre. Një pjesë tjetër kanë përgatitur plane biznesi me zgjerimet e aktivitetit të cilat prisin të sponsorizoheshin apo të financoheshin pikërisht nga të ardhurat që ishin planifikuar, të ardhurat të cilat presupozohet që nuk do t'jenë më në sasinë e prologaritur dhe ashtu siç e theksova pak më parë, duke qenë kompani kryesisht të brishta financiarisht, pjesa më e madhe e operatorëve ekonomik në industrinë e hotelërisë turizmit, do të jetë pak e rrezikshme situata. Shpresojmë që t'ia dalin mban dhe shpresoj që të kenë të orientohen duke parë situatën, t'jenë dinamik dhe t'jenë të adaptueshëm. Gjë që nuk është patjetër një situatë apo një gjë shumë e mirë, sepse të jesh dinamik do të thotë që të kesh të gjithë palët e përfshira dinamike. Pra do të thotë edhe blerësi të jetë i kuptueshëm me një, nëse do të ketë një rritje të çmimit të paparashikuar, do të thotë që edhe aktorët e tjerë që përmbajnë apo përfshin paketën turistike të kenë të njëjtin mentalitet dhe të njëjtën strategji. Ky shqiptar t'i bësh bashkë është pak e vështirë, prandaj them që situata mund të komplikohet, ndoshta nëse vazhdon me të njëjtat ritme që jemi sot, ndoshta gjatë muajit maj apo fundit të muajit maj, ndoshta atë do të shohim se sa të aftë do të jemi për ta menaxhuar gjithë situatë problematike në aspektin financiar. Çfarë masash duhet marrë qeveria për të stabilizuar çmimet edhe për të mbështetur industrinë në këtë situatë që është kaq e paqartë në këto momente? Qeveria mund të hartojë disa plane masash, ajo çka nuk mund të bëjë dhe për këtë duhet jemi qartë është që të fusi dorën në xhep qeveria dhe të ndihmojë bizneset. Kjo është totalisht e pamundur jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Por atë çka mund të bëjë Shqipëria është të lehtësojë sadopak barrën financiare për sa i përket marrëdhënies operatorëve ekonomik apo aktorëve të industrisë turistike me vetë qeverinë. Që do të thotë çfarë? Kemi parë situata të ngjashme në vitet të shkuara, kur Shqipëria ende ka qenë një aktor shumë i vogël në industrinë botërore dhe nuk është se e ka ndier këtë problematikë, por kemi parë plane masash në Itali apo në Greqi, në Spanjë dhe në Portugali, ku qeveritë ose kanë përgjysmuar
detyrimet fiskale që operatorët ekonomik të industrisë turistike kanë pasur ndaj shtetit, ose i kanë hequr ato fare, ose ja u kanë shtyr, ja u kanë ndarë për t'i paguar në një periudhë tjetër, pra lehtësia të kësaj natyre ku duke i ulur sadopak presionin financiar mbi kurrizat e operatorëve ekonomik. Shembull konkret, një hoteli i cili ka 40 punonjës, në momentin që i rriten shpenzimet dhe përballet me vështirësi financiare për shkak të fitimit të munguar nga kjo problematik, automatikisht ose do largoj nga puna staf që e ka aktualisht, gjë që do të thotë disa persona dalë të papunë, disa turistë që do të ngelen të pakënaqur nga mungesa e stafit, pra sepse stafi që do të ngelet duhet të përballojë gjithë fluksin e nevojshëm, mungesë të ardhurash financiare për gjithë ekonominë shqiptare dhe për qeverinë shqiptare, duke ndërhyrë qeveria me përgjysmimin e detyrimeve të sigurimeve shoqërore, apo duke i shtyr pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimin e fitimit për këto operatorë ekonomik për një periudhë 5 mujore, 6 mujore apo 1 vjeçare për t'ia ndarë më pas me këste mujore, do ta lehtësonte barrën financiare të operatorëve të operatorit ekonomik respektiv, duke e bërë atë që të ketë më shumë vëmendje drejt mirë menaxhimit, cilësisë më të mirë të shërbimit dhe duke i dhënë mundësinë që të paguajë atëherë kur të ardhurat e tij do t'i ketë mjaftueshëm të mëdha për të përballuar këtë problematikë. Pra, strategji ka të shumë, plane ka të shumta, ide mund të jenë shumë, qëllimi është që qeveria dhe institucionet respektive të kenë dëshirën e mirë për të bërë këtë gjë. Gjë që të paktën deri më sot e kam parë shumë të vështirë që qeveria apo qeveritë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera të rajonit, të reagojnë atëherë kur bëhet fjalë që të kenë edhe ata mungesë të ardhurash, sepse edhe ata bëjnë planet e buxhetit, bëjnë planet e rrogave, planet e investimeve të ndryshme dhe në fund fare është investitori apo sipërmarrësi ai që e pëson në të gjithë këtë.